energjetike. Ish-ministri i punëve të jashtme, Petrit Selimi, ka thënë se raportet ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës nuk kanë qenë asnjëherë në një pikë kaq të ulët siç janë tani. Ai tha se Kosova po merr mesazhe të njëpasnjëshme nga qeveria amerikane. E ndjekim bashkë një deklaratë të Selimit. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe SHBA-ve kur në historinë moderne të Kosovës nuk kanë qenë në pikë më të ulët. Ne mund ta zbukurojmë, ne mund të pretendojmë diçka tjetër, po e vërtetë është brutale. Kosova është ende në procesin ku ju kanë suspendu dialogu për marrëveshje strategjike. SHBA-t kanë dërguar ambasador në shumë shtete tjera në Ballkan, po jo në Kosovë. Ambasadorja amerikane apo ushtruesi i detyrës pak ditë para zgjedhjeve del me një mesazh të qartë, një editorial ku thotë që Kosovës po i ikën treni në investimet energjetike amerikane në Ballkan. Pra kemi mesazhe pas mesazheve nga qeveria amerikane që nuk jeni në rrugë të mirë dhe Kosova nuk është në rrugë të mirë. Është shumë rëndësi që mos ta mashtrojmë vetveten dhe kjo nuk është rezultat vetëm i ngjarjeve në Amerikë, po është rezultat edhe sjelljes tona në Kosovë.